Ekonomia shqiptare pritet të rritet me 4% këtë vit, deklaroi Ministri i Financave Petrit Malaj në një konferencë ku prezantoi edhe objektivat për prodhimin e brendshëm bruto dhe të ardhurat për frym. Sektorët me kontributin më të madh janë sektori i shërbimeve dhe sektori i investimeve, qofshin to private apo publike. Deri në fund të mandatit, pritshmëritë tona janë që prodhimi i brendshëm bruto të shkojë në masën e 35 miliard euro. Për vitin 2026, ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 11.355 që ishin në fund të vitit 2025, deri në fund të vitit 2029, të ardhurat për frym për shqiptarët të shkojnë në masën e 15.000 eurove. Në rritjen e të ardhurave gjatë gjysmës së parë të vitit, ndikoi edhe procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. Të ardhurat kapin vlerën e 5 miliard lekë. Në një kohë kur çmimet e karburanteve kanë shënuar rritje pas tensioneve në lindjen e mesme, Ministri Malaj nuk e përjashtoi mundësinë e rikthimit të bordit të transparencës nëse kjo prirje vijon. Nëse do të kemi një rritje të çmimeve për një periudhë, le të themi, relativisht të gjatë, pa diskutim që do të hyjë përsëri në fuqi edhe bordi. I pyetur për marrëveshjen e Huas për $302 milion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që synon forcimin e mbrojtjes, Ministri i Financave theksoi se ishte Washingtoni që kishte kërkuar që detajet të mbaheshin konfidenciale. Ajo që mund të them është që kushtet e ofruara janë vërtet kushte konkurruese. Ndërkohë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të krijojë një operator publik, i cili do të ofrojë shërbime që aktualisht janë përgjegjësi e pushtetit vendor. Për këtë projekt, qeveria do të jap 69 milion euro financim. Ky operator do të mundsojë nëpërmjet pajisjeve dhe makinerive që të ofrojë në nivele, pra në bashkitë, shërbime të caktuara, qoftë për sa i përket transportit urban, qoftë për sa i përket nevojave në aspektin e mjeteve të rënda. Administratat tatimore dhe doganore kanë falur deri më tani 416 milion euro detyrime dhe gjobat bizneseve, ndërsa 39.965 individ kanë përfituar nga rimbursimi i tatimit përmes platformës Diva.